Me afrimin e sezonit të verës dhe ekspozimin ndaj diellit, dermatologët apelojnë për kujdes të shtuar për lëkurën, për të shmangur ose zbuluar në kohë sëmundjet e mundshme. Melanoma është një kancer malign i lëkurës. Mjekja dermatologe Monika Fida në një intervistë për Ora News thekson rëndësinë e kontrollit të rregullt të nishaneve përmes dermatoskopisë. Përpara fillimit të ekspozimit në diell, është shumë e rëndësishme që çdo individ të kryejë një kontroll të nishaneve të tij, ku mjekët dermatolog mund të kryejnë një ekzaminim me dermatoskop. Një nga këto dermatoskopët është ky dermatoskop dore, ku ekzaminohen të gjithë nishanet dhe gjendja e tyre që si është. Sipas mjekes, zbulimi në fazë të hershme i kancerit të lëkurës rrit ndjeshëm shanset për një trajtim të suksesshëm, por nëse sëmundja diagnostikohet me vonesë, ajo mund të rezultojë fatale. Gjatë kontrolleve periodike rutinë, ne mund të arrijmë që të detektojmë në fazat e hershme karcinomat e lëkurës, kancerin e lëkurës ose melanomën. Dhe nga ana tjetër, diagnostikimi i hershëm realizon një trajtim adekuat, duke pasur në këtë mënyrë një prognozë të mirë nëse diagnostikohemi herët. Në fazat e mëvonshme, kjo sëmundje është një sëmundje maligne dhe mund të shoqërohet me fatalitet për jetën. Grupet më të rrezikuara janë fëmijët, pasi djegjet nga dielli në moshë të vogël lidhen me një rrezik të shtuar për zhvillimin e melanomës në moshë madhore. Djegjet në lëkurë në moshat pediatrike, 3-4 djegje në lëkurë në moshat pediatrike, shoqërohet me një rrezik më të madh për të shfaqur kancerin e lëkurës në moshat më adulte. Kjo do të thotë që nëse digjet një fëmijë, ka predispozitën më të madhe që në moshën 30 vjeçare, 40 vjeçare, 50 vjeçare të shfaqë kancer lëkure ose melanom. Ndërkohë që çdo individ është i riskuar nëse ekspozohet në diell në mënyrë të pambrojtur. Ndaj mjekët u bën thirrje qytetarëve që të kontrollojnë lëkurën rregullisht dhe të shmangin ekspozimin e tepërt në diell, veçanërisht gjatë orëve të pikut.